Sot gjendemi në festën e ditëlindjes së Fjolla Morinës, e cila ka mbledh disa nga miqtë e saj më të ngushtë për me festu disa vjetorin, po e na tregon vetë ajo në vazhdim. Përshëndetje Fjollë. Përshëndetje. Urime ditëlindjen edhe 100. Faleminderit shumë. Apo na tregon sa i bën ajo? 15. 15, a? Po. Do kështë me re. Po. Vjetë nuk ka në rëndësi. Rëndësi ka që është ndjehesh. Edhe kjo. Qysh po ndihesh te? Unë po ndina si një vajzë 20 vjeçare. Po mënoj nënën fizike. Edhe po ndina shumë me dashuri shumë plot, me miq shumë të rëndësishëm në jetën time, edhe njerëz më dashur kjo. Sot ke ftu shumë miq të afërt që i ki, po nga Big Brother, a ka me qenë dikush? Po, kam miq të mi shumë të vjetër që i kam, po edhe nga Big Brother, se normal, e kom do një gjumë, një muj, dit me ta, edhe i kom ftu edhe ata në ditëlindjen sonte. Me sa e di edhe Alba ka me ardhë. Jo, Alba jo. Je sigurt se unë e di Nuk kam që asnjë raport me ta, se edhe e kisha ftu edhe. Ajo në shtav janë me indresh raportet sot në ty. Ndoshta. Aja kështë e falë ato që ka ndodhë? Po pse jo? Zoti thot që gjithmonë falë, kështu që falë. Më tha që po ndihesh shumë e përmbushur, po tregom te jeta sentimentale, private. Qysh është gjendja emocionale për momentin? Gjendja emocionale është shumë e mirë, unë jam e mbushur me dashuri nga familja ime, një, ajo ka rëndësi më shumë nga vajzat e mia, edhe tjetra nga miqtë e mi të rëndësishëm cilët kanë ardhur afër edhe në momentet e vështira dhe momentet e mira, edhe ka ardhur një moshë jo, po jeta të bën për mi kuptu njerëzit, edhe sonte e bona një fest, një darë shumë shpejt kom vendos, nuk e di as veç qysh, edhe mendova mi ftu njerëzit më dashur cilët i kam edhe më kanë ardhur afër. Për gjatë gjithë këtyne viteve, çka të ka mbet peng ndoshta? Peng? Që më ka mbet peng? Ose një dëshire pa plotësume akoma? Dëshire pa plotësume, inshallah e bëj një djalë. Me kënë? Kismet nëse e gjej princin. E nëse nuk e gjen? Nëse nuk e gjej, e bëj kështu që shpibojnë krejt, pse jo, një djalë. E çka nëse ti falë Zotit dy bineq? Edhe ma mirë shumë kom qef edhe gjithë më kom thonë, inshallah i bëj dy bineq. Fëmija shumë i rëndësishëm në jetë, unë i du shumë fëmijët edhe i shmaj, edhe për që ata kjo ishte dëshira ime. Sa i përket jetës private, a je në lidhja jo? Jo, nuk ka rëndësi ajo. Jo, nuk jam lidhja. Me rëndësi e lumtur, a? Me rëndësi me lumtur, me familjen dhe me miqt më dashur kjo. Unë e po të uroj që me të plotësu kjo dëshirë për një fëmijë, për një djalë, edhe me u pa prapë në 7 zonë herën tjetër. Faleminderit shumë, amen, inshallah. Faleminderit shumë. Ju qëndroni me neve sepse tash po i presim edhe mysafirët, edhe me pasë kush po vjen, çka po thojnë edhe ç'është është atmosfera. Disa nga miqtë e Fjollës veç kanë ardhur dhe unë u habita që e pash edhe Labin këtë. Shëndeti Lab. Shëndetja e mirë, pse u habite? U habita se di që keni në fa raporti jo. Jo, kena pas në big, raporti vazhdon dhe jashtë. Sigurta? 100%. Tregom që ai kishe uru Fjollës sot. Mja kisha uru të të mirat, shëndet, po kom qef që me pas pak ma shumë aur. Fjollës e kisha uru krejt mirat se i meriton. Shëndet, mas pari, harmoni edhe krejt sukseset në botë. Po vazhdoj me pyetje tjera? Hajde. Çaja të bote me jetën tonë? Unë jam të marrë vetëm mas bigut, jam të punu për disa projekte, që ati kom pas plan edhe para se më fut në big. Që janë? Që janë, si jam fan si atyne publikime të mdoja halo pa pas kërshveç konkrete, jam të punu për disa projekte. A ka të bëj me gatim në isen? Ka të bëj me gatim, ka të bëj me televizion, ka të bëj me këtë botën e entertaining, me këtë botën e artistë. Ja nisë edhe të në emision, se ja ka nisë ta ish banorët me emisione, me na marë punën. Kush? Toni për shambull. Pa e si dijet, nëse vjen e ofertë mirë, pse më refuzu. Po thu që je i gatshëm me bëha dhe gazetare, na?
Gazetarin është bashkë ju, po moderatorin e kisha bo. Qa të dikon një mes i lejt. Tregojmë shiki raportet me ish banor të Bigut. Me shumicën i kom raportet shumë nice. Kena raporte shoqërore, vazhdojna me taku, vazhdojna me fol, me plot. I kom raporte më të mira sot që i kom pasur në shtëpi, me disa s'kena kontakt hiç. Me kënd s'ki kontakt? Emra besoj që është njerëz që më ndjekin në rrjetet sociale. Për shembull me Elionën a ki kontakt? Me Elionën kom kontakt, po. Ku është ajo çikse u hubi ka? Eliona është suhub, Eliona e pat rastin e vet familjar dhe është hyrë Peru edhe kam rikthyer shumë shpejt. Me Labin? Labin të gjia? Kontakt me veten? Jo, me Labin tjetër. S'kam kontakt. S'ki, a? Jo. Me Aurorën që në raport, se po komentohet shumë, një farë shoqëni e juve shumë afërt. Kena shoqëni të afërt, po ato lajmet që kanë dalë që jena lidhës të bashkëtu si në vërteta. Më thoni vetëm sen që na bashkon është bashkëpunimi në punë, edhe shoqënia dhe energjia njëjtë që e kena. Do të thonë je single. Jam single 100%, kështu që i kam thonë Aurorës mos më jop shancat. Si jam i fejun, se kishte dalë lajmi që jena feju, si na veç është një bastër, kështë tjetër. Të shumë sukses edhe faleminderit. Faleminderit shumë, gjithashtu, kënaqur sonte. Jam bashkë me fituesen e Big Brother VIP Kosova, më në fund u takua me lëndrimin, përshëndetje Lëndrim. Ç'kemi po trend si je? Mirë, faleminderit ju si jeni. Qa bre mirë, super. Aje këfilla që shje, mas Bigut. Mirë, ja kena nisë me marrë veten ka dale. Të punu, të pushu, po ma shumë të punu sa të pushu. Okej. Mas e përmene punën, sot e pash një postim që ke fillu një bashkëpunim me Intermedia në urime. Yes. Qa kështë mujtë me nda me neve? Nuk është që muna me nda shumë, thjesht gjanat bukra po vinë, edhe shumë shpejt me një këngë. Kur, se njerëzën të e prit? E po kur, S'ka data, shumë shpejt, jo. Po shumë shpejt, kur thëm shumë shpejt, shumë shpejt. Okej, sot jemi mbledh për fjollën, tregom çaj kishe uru sot. Fjollës ja kisha uru ditëlindjen, inshallah dhe 100 tjera, është shpirt i bardh, e du shumë, kështu që ja dëshiroj të tanat mirat njët. Me fjollën do këtë të kamet raporte edhe jashtë Bigut, si pak nga banorët. Po, edhe me fjollën sikur me tjertë. Se kom pa edhe në beg i kena i të ofër shumë momente dhe sa kritike. Po me fjollën se di, fjolla prej si ushtim beg, diqysh e kena pas një raport shumë nice, më ka do nështa një për njerëzve ma thanin shpe dhe kena klik shumë shpejt me fjollën, kështu që për qëtë arsye dhe jena sot ku jena. Që shka thonë edhe fjolla, tjertë vine shkojnë prap me të fjolla. Tjertë vine shkojnë prap me fjolla, tum.